A kime vendosë diçka tjetër? Mujna me shtu sa dojmë, s'ka problem. Me që janë ndyrat të shnosha ulletlin, a duhet konsumohen çdo ditë, a është a teprohet, a mund të marrim edhe ma shumë ndyrë se sa që rekomandohet? Normal, ne kemi thënë çdo herë se çdo sen që e teprojmë, çdo sen që e teprojmë është e dëmshme për organizëm, po thjesht ullet mjafton me ongër, për shembull, një sasi të krejt mvaret, për shembull sa përdorin ndyra tjera, nëse hanë edhe ullet dhe avokado, normal që duhet sasi ma e vogël, jo shumë, për shembull, jo një tegull, ullet. A e kupton, për shembull, po një tabull, për shembull, sto kjo e vogla, ose afërsisht ose për shembull nëse e përdorim me mesh që ka yndyrë, tash krejt mvaret, nëse ki një mëngjes që ki vezë, mundesh me rrit pak sasinë e ulleve, për shembull 6, 7, 8 mvaret, tash atë prej masi se janë disa që janë shumë të mëdhaj, edhe nuk mundesh edhe me hongër qatë shumë. Thënë këtë të sasia së ronda për që s'mujna. Do, le me provu. Kështu që mvaret se me qka e përdor, përsa nëse shton salat mundesh me hongër sasi më të madhe se aty nuk kemi ndyrna, po nëse kemi për shembull edhe djathin që ka sasi të lartë ndyrës, edhe avokado të azojmë, për shembull, edhe ullet normal që sasia duhet me konë ma e vogël, po sa i përket yndyrnave është njëra ndër yndyrnat më të mira që është e preferueshme për mu përdorë. Më thonë yndyra edhe vaj ullirit, po edhe ullet vetë.